Djali I pasur e përzuri nënën e tij nga shtëpia në mes të shiut, pa para dhe pa asnjë vend ku të shkonte. Ai mendonte se kishte hequr qafe një grua që vetëm I prishte qetësinë. Por të nesërmen në mëngjes, një makinë luksoze ndaloi para vilës së tij. Nga makina zbriti një avokat elegant, me një dosje të zezë në dorë. Ai kërkoi të fliste vetëm me djalin. Zotëri, nëna juaj më ka autorizuar t'ju dorëzoj këtë dokument. Djali qeshi. Çfarë mund të ketë ajo që unë të mos e di? Avokati hapi dosjen, nxori një dokument dhe ja vendosi përpara. Në momentin që djali lexoi rreshtin e parë, fytyra ju zbardh, sepse ajo shtëpi nuk ishte e tij. Dhe ajo që nëna kishte mbajtur të fshet për vite, do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Shtëpia që nuk ishte e tija. Ora kishte kaluar 10 e natës kur dera e madhe e vilës u përplas me forcë. Jashtë binte shi pa pushim. Rruga përpara shtëpisë ishte mbuluar nga uji dhe dritat e qytetit pasqyroheshin mbi asfaltin e lagur. Në verandë, një grua rreth të 60-tave qëndronte pa lëvizur. Ajo quhej Mira. Në duar mbante vetëm një çantë të vogël të vjetër. Brenda saj kishte disa rroba, ilaçe të përditshme dhe një fotografi të vjetër të djalit të saj kur ishte vetëm 8 vjeç. Mira nuk po çante. Të paktën jo më. Lodhët I kishin mbaruar disa minuta më parë, kur djali I saj kishte shqiptuar fjalët që ajo nuk kishte menduar kurrë se do t'i dëgjonte. Dil nga shtëpia ime. Mira kishte ngritur syt. Shtëpia jote? Djali I saj, Adriani, një biznesmen 38 vjeçar, qëndronte përballë saj me një kostum të shtrenjtë dhe një orë që kushtonte më shumë se gjithë kursimet që Mira kishte pasur gjatë jetës. Po, shtëpia ime. Paratë e mia. Jeta ime. Adrian, unë jam nëna jote. Pikërisht, dhe për vite të tëra e kam dëgjuar këtë. Ai u kthye nga shkallët. Mjaft më. Mira e pa në heshtje. Ajo nuk po e njihte më djalin që kishte rritur. Përpara saj nuk ishte më ai fëmia që dikur priste te dera e shkollës. Nuk ishte më ai djali që kur kishte temperaturë, flinte me kokën mbi gjoksin e saj. Nuk ishte më ai fëmia që I thoshte: "Kur të bëhemi pasur, mami, do të blej shtëpinë më të madhe në botë." Tani ai ishte një burr që po e nxirrte jashtë shtëpisë. Ku do të shkoj? Pyeti Mira me zë ulët. Adriani ngriti supet. Nuk është më problemi im. Është natë. Ka hotele. Nuk kam para për hotel. Atëherë gjej dik tjetër. Mira shtrëngoi fort çantën. Adrian, mjaft. Zëri I tij u shtoi në të gjithë korridorin. Kam kaluar vite duke u kujdesur për ty. Tani dua të jetoj jetën time. Mira uli kokën. Unë nuk të kam kërkuar kurrë asgjë. Adriani heshti për një çast. Pastaj tha: "Kjo është pikërisht ajo që më lodh. Gjithmonë më bën të ndihem fajtor." Ai hapi derën. Ajri I ftohtë hyri brenda. Dil. Mira qëndroi disa sekonda pa lëvizur. Pastaj pa edhe një herë shtëpinë. Çdo cep I saj kishte një kujtim. Kuzhina ku kishte gatuar për djalin. Dhoma ku Adriani kishte bërë detyrat. Shkallët ku ai ishte rrëzuar kur ishte 5 vjeç. Muri ku Mira kishte matur gjatësinë e tij çdo vit. Por tani asgjë nga ato nuk kishte rëndësi për të birin. Ajo doli. Adriani mbylli derën. Klik. Një tingull I vogël. Por për Mirën duke sikur ishte mbyllur një derë mbi gjithë jetën e saj. Ajo zbriti ngadalë shkallët e verandës. Në momentin që doli në rrugë, një makinë kaloi pranë saj dhe e spërkati me ujë. Mira nuk reagoi. Ajo vetëm vazhdoi të ecte. Në katin e dytë të vilës, Adriani qëndronte pranë dritares. Ai e pa nënën duke u larguar. Për disa sekonda pati një ndjenjë faji, por menjëherë e largoi. Duhet të mësoj të jetoj vetë, tha me vete. Në dhomë hyri bashkëshortja e tij, Elena. Ajo ishte rreth 35 vjeçe, elegante dhe shumë e kujdesshme për mënyrën se si dukej para njerëzve. Hajku. Elena buzëqeshi lehtë. Në fund, Adriani u kthye. Mos fol kështu. Pse? Ti e bërë atë që duhej bërë. Ajo është nëna ime. Dhe kjo shtëpi është e jona. Adriani nuk foli. Elena ju afrua. Adrian, ne kemi nevojë për hapësirë. Do të kemi fëmijë. Nuk mund të vazhdojmë të jetojmë me një grua që na kontrollon. Ajo nuk të ka kontrolluar kurrë. Jo, Elena qeshi. Çdo herë që blejmë diçka, ajo pyet sa kushtoi. Çdo herë që dalim, ajo pyet ku shkojmë. Çdo herë që bëjmë plane, ajo jep mendimin e saj. Ajo thjesht kujdeset. Jo, Adrian. Ajo është mësuar të ketë kontroll mbi ty. Këto fjalë prekën. Sepse Elena e dinte saktësisht se çfarë të thoshte. Adriani u ul në divan. Ndoshta këtë drejt. Elena ul pranë tij. Tani mund të fillojmë jetën tonë. Ajo e puthi në faqe, por Adriani vazhdonte të shikonte nga dritarja. Diku në errësirë, nëna e tij po ecte vetëm. Mira eci për gati një orë. Nuk dinte ku të shkonte. Më në fund arriti në një stacion autobusi. U ul në stol. Shiu vazhdonte. Ajo hapi çantën dhe nxori fotografinë e vjetër. Në fotografi ishte Adriani, 8 vjeç, me një buzëqeshje të madhe dhe një tortë përpara. Në anën tjetër të fotografisë shkruhej: "Për djalin tim, gjithmonë do të jem pranë teje, mami." Mira e përkëdheli fotografinë me gisht. Ku gabova pëshpriti, një grua e moshuar që priste autobusin pranë saj e dëgjoi. "Jeni mirë?"
Mira buzëqeshi me zor. Po. Jeni e sigurt? Po. Thjesht jam e lodhur. Gruaja e pa çantën e vogël. Keni ku të shkoni? Mira heshti. Kjo heshtje ishte përgjigje e mjaftueshme. Gruaja u afrua. Kam një dhomë të lirë në shtëpinë time. Nuk është ndonjë gjë e madhe, por mund të qëndroni sonte. Mira e pa e habitur. Nuk më njihni. Ndonjëherë nuk e nevojë ta njohësh dik për t'i dhënë një dorë. Mira ndjeu lotët i mbushnin përsëri syt. Faleminderit. Të nesërme në mëngjes, Adriani u zgjua shumë herët. Ai kishte një takim të rëndësishëm në zyrë. Hapi telefonin. Asnjë telefonat nga Mira, asnjë mesazh. Për një çast u shqetësua, por Elena i tha: "Mos e telefono. Nëse telefonon tani, ajo do të mendojë se mund të kthehet." Adriani e uli telefonin. "Ke të drejtë." Ai u vesh dhe doli nga shtëpia. Kur arriti në kompaninë e tij, sekretarja e priti me një fytyrë të shqetësuar. "Zoti Adrian, keni një vizitor." "Kush?" "Një avokat." Adriani ndaloi. "Avokat?" "Po." "Thotë se është urgjente." "Emri?" "Avokati Viktor Hoxha." Adriani u vrenit. Ai nuk e njihte. "Kush?" "Në zyrën tuaj." Adriani hyri. Në koltukun përballë tavolinës së tij ishte ulur një burr rreth 60 vjeç, me kostum të zi dhe një dosje të madhe në dorë. Ai u ngrit. "Zoti Adrian?" "Unë jam Viktor Hoxha." "Çfarë dëshironi?" Avokati nuk ul menjëherë. Ai e pa drejt në sy. "Kam ardhur në emër të nënës suaj." Adriani u shtant. "Ku është ajo?" "Është mirë. Atëherë pse nuk erdhi vetë?" Avokati vendosi dosjen mbi tavolinë. "Sepse nuk kishte nevojë të vinte." Adriani pa dosjen. "Çfarë është kjo?" Viktori u ul. "Një dokument që duhet ta lexoni me shumë kujdes." Adriani hapi dosjen. Faqja e parë kishte disa vula dhe firma. Ai lexoi disa rreshta. Pastaj ndaloi. "Nuk kuptoj." Avokati u mbështet në karrige. "Ju e përzut nënën tuaj nga shtëpia mbrëm, apo jo?" Adriani u acarua. "Kjo është çështje familjare." "Jo më. Çfarë do të thotë kjo?" Viktori mori frymthe. "Do të thotë se tani është edhe çështje ligjore." Adriani qeshi. "Nëna ime nuk di asgjë për ligjin." Avokati buzëqeshi lehtë. "Ju mendoni kështu." Ai mori një dokument tjetër. "Por nëna juaj ka qenë shumë e përgatitur nga sa mendoni." Adriani ndjeu një shqetësim. "Çfarë po përpiqeni të më thoni?" Viktori e pa drejtë. "Shtëpia nga e cila nxorët mbrëm nuk është prona juaj." Adriani u ngrit menjëherë. "Çfarë? Ju më dëgjuat. Unë e kam bler atë shtëpi." "Jo. Kam paguar për të." "Jo, zoti Adrian." Avokati hapi një dokument të vjetër. "Ju keni paguar për rekonstruksionin, mobilimin dhe mirëmbajtjen e saj." Adriani u afrua. "Kjo nuk ka kuptim. Prona është regjistruar në emër të një personi tjetër." "Kush?" Avokati heshti. Pastaj tha: "Nënës suaj." Adriani mbeti pa fjalë. "Jo." "Ajo ma dha mua." "Jo." "Ajo më tha se ishte imja." Avokati uli syt mbi dokument. "Ajo ju lejoi të jetonit aty." Adriani filloi të kuptonte diçka, por ende nuk e dinte gjithë historinë. "Se do ta bënte këtë?" Viktori nuk u përgjigj menjëherë. Ai nxori nga dosja një fotografi të vjetër. Ia dha Adrianit. Në fotografi ishte një burr rreth 30 vjeç dhe Mira shumë e re. Adriani e njohu burrin. Ishte babai i tij. Babai që kishte vdekur kur ai ishte vetëm 9 vjeç. "Çfarë lidhje ka babai me këtë?" Avokati u ngrit. "Gjithçka." Ai nxori edhe një dokument tjetër. "Para se të vdiste, babai juaj la një testament." Adriani u zbeh. "Unë e kam trashëguar pasurinë e tij." "Kështu mendoni ju." "Çfarë do të thotë kjo?" Viktori vendosi dokumentin mbi tavolinë. Testamenti kishte një kusht. Adriani e lexoi. Fytyra ju ndryshua. "Nuk është e mundur." "Është shumë e mundur." "Pse nuk ma tha nëna?" Avokati e pa gjatë. "Sepse ajo donte të shihte se çfarë lloj burri do të beheshit." Adriani nuk foli. Për herë të parë pas shumë vitesh, mendja ju kthye te fëmijëria. Te netët kur nëna punonte deri vonë. Te ushimet që ajo hishte nga pjata e saj për t'ia dhënë atij. Te palltoja e vetme që kishte përdorur për vite. Te ditëlindja e tij e 10, kur Mira i kishte bler një biçiklet, edhe pse atë muaj nuk kishte paguar faturën e energjisë. Ai kishte menduar se gjithçka ishte normale. Tani po kuptonte se nuk ishte qenë kur normale. Ishte sakrificë. Viktori mori dosjen. "Unë nuk kam ardhur t'ju kërcënoj." "Atëherë pse erdhët?" "Sepse nëna juaj më kërkoi të dorëzoja këtë." Ai nxori një zarf të bardhë. Në pjesën e përparme shkruhej me dorëshkrimin e Mirës. "Për Adrianin." Duart e Adrianit filluan të dridheshin. Ai e mori zarfin. "Çfarë ka brenda?" Viktori u drejtua nga dera. "Këtë duhet ta zbuloni vetë." Adriani hapi zarfin. Brenda ishte një letër, vetëm një faqe. Ai filloi ta lexonte. Rreshti i parë e bëri të ndalonte frymën. "Biri im, nëse po lexon këtë letër, do të thotë se më në fund ke bërë atë që unë kisha më shumë frikë se do ta bëje."
Adriani nuk lëvizi. Ai vazhdoi të lexonte. Dhe sa më shumë lexonte, aq më shumë kuptonte se dëbimi i nënës së tij nuk ishte fundi i historisë. Ishte vetëm fillimi, sepse në fund të letrës ishte një fjali që bëri të ngrihej menjëherë nga karrigia. Ka edhe një sekret për pasurinë tënde që nuk ta kam treguar kurrë. Dhe poshtë saj ishte vetëm një adresë. Një adresë që Adriani e njihte shumë mirë. Ishte adresa e shtëpisë ku kishte lindur. Testamenti që ndryshoi gjithçka. Adriani qëndroi ngrirë për disa sekonda. Letra ishte ende në duart e tij. Syt i lëviznin mbi fjalët e nënës, por mendja nuk arrinte t'i përpunonte. Ka edhe një sekret për pasurinë tënde që nuk ta kam treguar kurrë. Dhe poshtë saj ishte një adresë. Një adresë që ai e njihte. Adresa e shtëpisë ku kishte lindur. Adresa e shtëpisë së vjetër ku kishte jetuar deri në moshën 9 vjeç. Adresa që prej më shumë se 20 vitesh nuk e kishte vizituar. Adriani ngriti kokën. Avokat Hoxha. Por dera ishte mbyllur. Ai doli me shpejtësi në korridor. Zoti Hoxha. Avokati po largohej. Adriani e kapi pranë ashensorit. Krisni. Viktori u kthye. Çfarë ndodhi? Adriani i dha letrën. Çfarë është kjo adresë? Avokati e pa. Ju e dini. Dua të di pse nëna ime më dërgon atje. Sepse aty fillon përgjigja. Përgjigja e çfarë? Viktori heshti. E gjithë pasurisë suaj. Adriani ndjehuni të ftohtë në shtëpinë. Më shpjegoni. Jo ende. Pse? Sepse nëse ju a them unë, do të mendoni se po ju manipuloj. Nëse zbuloni vet, nuk do të mund ta mohoni. Ku është nëna ime? Në një vend të sigurt. Dua ta shoh. Ajo nuk dëshiron të flas me ju. Kjo përgjigje e goditi më shumë se çdo gjë tjetër. Ajo nuk dëshiron të më shoh. Jo tani. Adriani uli kokën. Pas gjithçkaje që kam bërë për të. Viktori e ndërpreu. Mos thoni pas gjithçkaje që keni bërë për të. Adriani e pa. Sepse ajo fjali tregon se ende nuk e kuptoni. Ashensori u hap. Viktori hyri. Para se dera të mbyllej, tha. Shkoni në adresë. Dera u mbyll. Adriani mbeti vetëm. Në anën tjetër të qytetit, Mira ishte ulur në një dhomë të vogël. Gruaja që e kishte ndihmuar natën e kaluar shuhej Nora. Ajo kishte një shtëpi modeste por të pastër. Mira kishte fjetur vetëm disa orë. Në mëngjes, Nora i kishte bërë kafe dhe bukë. Duhet të hash. Nuk kam oreks. Edhe kur je i trishtuar, trupi yt ka nevojë për ushqim. Mira buzëqeshi. Ti ke zemër të mirë. Nuk e di. E ke. Nora ul përballë saj. Më trego vetëm një gjë. Mira ngriti syt. Çfarë? Pse djali të nxori nga shtëpia? Mira heshti. Nuk donte ta tregonte. Jo sepse kishte turp, por sepse ende e donte djalin. Ndoshta e kam rritur gabim. Nora u vrenjt. Një nën nuk duhet ta marrë gjithë fajin mbi vete. Ai ka ndryshuar. Njerëzit ndryshojnë. Jo. Pasuria e ndryshoi. Nora heshti. Mira pa nga dritarja. Kur ishte i vogël ai nuk kishte asgjë, vetëm mua. Dhe tani ka gjithçka. Përveç teje. Mira mbylli syt. Kjo fjali e dhembi, sepse ishte e vërtet. Në zyrën e tij, Adriani qëndroi përballë dritares. Ai nuk po mendonte më për takimin e biznesit, as për kompaninë, as për milionat në llogaritë bankare. Gjithçka ishte kthyer te një pyetje. Çfarë kishte fshehur nëna e tij? Ai telefonoi Elenën. Ku je? Në shtëpi. Duhet të flasim. Çfarë ndodhi? Erdhi një avokat. Elena heshti. Avokat. Thot. Për çfarë? Për nënën. Elena u tensionua. Çfarë kërkon? Tha se shtëpia nuk është e imja. Një heshtje e gjatë. Kush tha këtë? Avokati. Adrian mos e beso. Ai kishte dokumente. Dokumentet mund të falsifikohen. Ishte avokat i regjistruar. Elena nuk foli. Adriani e vuri re. Se hesh, nuk di çfarë të them. Elena, ndoshta duhet të shkosh te nëna jote. Adriani ngriti vetullat. Dje më the të mos e telefonoja. Dje ishte ndryshe. Çfarë ndryshoi? Elena nuk u përgjigj. Adriani mbylli telefonin. Për herë të parë filloi të dyshonte edhe tek ajo. Pas një ore Adriani u nis drejt adresës së vjetër. Rruga i silte kujtime që kishte harruar. Kjo ishte lagja ku kishte kaluar fëmijërinë. Këtu kishte luajtur futboll. Këtu kishte shkuar në shkollë. Këtu kishte pritur baban çdo pasdite. Por një ditë babai nuk ishte kthyer. Ishte vetëm 9 vjeç. Nuk e kishte kuptuar çfarë kishte ndodhur. Mira i kishte thënë, babi yt nuk do të kthehet më. Adriani kishte qarë. Ajo i kishte përqafuar. Dhe për vite të tëra kishte menduar se babai i tij kishte vdekur pa lënë asgjë. Por avokati kishte thënë diçka tjetër. Gjithçka fillon këtu. Makina ndaloi. Adriani zbriti. Shtëpia ishte e vjetër. Dritaret ishin të mbyllura. Obori ishte mbuluar nga bari. Ai u afrua te dera. Çelësi ishte ende në xhepin e tij. Nuk e dinte pse kishte ruajtur për kaq shumë vite. E futi në brav. Klik. Dera u hap. Era e vjetër e shtëpisë se goditi.
Gjithçka ishte pothuajse njësoj. Një tavolinë, një raft, një fotografi e vjetër. Adriani mori frymthe. Pastaj dëgjoi një zhurmë. Trokitje. Nga kati i sipërm. Ai u ngrir. Ka njeri? Asnjë përgjigje. Trokitja u dëgjua përsëri. Adriani u ngjit shkallëve. Zhurma vinte nga dhoma e gjumit të prindërve. Hapi derën. Dhoma ishte bosh. Por pranë murit kishte një kasafort të vogël. Adriani e njohu. Babai i tij e kishte pasur. Mira nuk e kishte hapur kurrë. Në dorë kishte ende letrën e nënës. Në fund të saj kishte një numër me 4 shifra. Ai provoi datën e lindjes. Nuk funksionoi. Provoi ditëlindjen e babait. Asgjë. Pastaj kujtoi një ditë. Ditën kur kishte lindur ai. Provoi datën. Kasaforta u hap. Adriani u tërhosh pas. Brenda kishte disa dokumente, një kuti të vogël dhe një fotografi. Ai mori fotografin. Në të ishte babai i tij me një burr tjetër. Adriani nuk e njihte, por në pjesën e pasme të fotografisë shkruaj: partneri im, ai që do të kujdeset për familjen nëse unë nuk jam më. Adriani mori dokumentet. I pari ishte një kontratë biznesi. I dyti ishte një testament. I treti ishte një certifikat pronësie. Por ajo që bëri të humbiste frymën ishte emri në dokument. Mira, nëna e tij. Ai lexoi mëtej. Prona e parë, prona e dytë, prona e tretë. Pastaj një listë me aksione kompanish. Adriani u në dysheme. Jo. Ai kishte menduar se pasuria e tij vinte nga biznesi që kishte ndërtuar vetë. Por dokumentet tregonin diçka tjetër. Ai kishte trashëguar vetëm një pjesë. Pjesa më e madhe e pasurisë ishte mbajtur nga nëna, dhe ajo kishte bërë diçka që ai nuk e kishte ditur kurrë. Ajo kishte transferuar gradualisht pronën e emrit të tij, por jo për të pasuruar, për ta mbrojtur. Në atë moment telefoni i tij ra. Ishte Elena. Ku je? Në shtëpinë e vjetër. Çfarë po bën atje? Po kërkoj të vërtetën. Elena heshti. Adrian, ai dije. Çfarë? Që nëna ime zotëronte kaq shumë pasuri. Heshtje. Adriani mbylli syt. Elena, nuk e dija. Je e sigurt? Po. Ai nuk e besoi. Do të kthehem më vonë. Adrian, mos bëj asgjë pa folur me mua. Ai mbylli telefonin. Pastaj vurire diçka. Në fund të kasafortës kishte një zarf tjetër. Mbi të shkruhej: vetëm nëse Adriani më dëbon nga shtëpia. Ai u shtang. Nëna e kishte parashikuar. Ajo e dinte se një ditë mund të ndodhte. Duart i dridheshin. Hapi zarfin. Brenda ishte një letër tjetër. Biri im, nëse po lexon këtë letër, atëherë frika ime më e madhe është bërë realitet. Nuk të kam dashur kurrë për parat. Nuk të kam rritur që të më paguaje. Nuk të kam dhënë pasurinë që të më mbaje pranë, por kam dashur të shoh nëse do të mbaje mend kush ishe para se të bëheshe i pasur. Adriani ndaloi. Jotët i mbushën syt. Vazhdoi. Kur babai i vdiq, ai nuk të la vetëm para. Ai më la një amanet. Më tha të rrisja pa të treguar sa pasuri do të kishe një ditë. Ai kishte frikë se parat do të ndryshonin, dhe unë premtova se do ta mbaja fjalën. Adriani mbuloi fytyrën me duar. Për këtë arsye, për vite të tëra të lashtë mendoje se gjithçka që kishe ishte rezultat vetëm i punës tënde. Doja të shija nëse do të ishe i drejtë me njerëzit kur të mos kishe nevojë për ta. Doja të shija nëse do të kujtoje njerëzit që të ndihmuan kur ishe askush. Por djeti më nxore nga shtëpia. Dhe atëherë kuptova se testi kishte marrë fund. Adriani lexoi fjalinë e fundit. Tani do të marrësh vesh se çfarë të ka lënë babai yt vërtet. Poshtë saj ishte një emër. Viktor Hoxha. Adriani menjëherë e kuptoi. Avokati nuk ishte shfaqur rastësisht. Ndërkohë, Elena ishte në shtëpi. Ajo po ecte nervozisht në përdhom. Mori telefonin dhe thiri dik. Ai e gjeti. Nga ana tjetër u dëgjua një zëburri. Sa di? Nuk e di. Ai ka dokumentin. Atëherë duhet të veprojmë shpejt. Elena ul. Po sikur të na zbuloje. Nuk do të na zbuloj nëse e bin se nëna e tij po përpiqet t'i marrë gjithçka. Por dokumentet janë të vërteta. Prandaj duhet ta bëjmë të dyshoj tek ajo. Elena mbylli syt. Po nëse ai shkon te avokati, mos e lër. Zëri në telefon u përgjigj. Tregoi sekretin që ai nuk e di. Elena heshti. Cilin sekret? Sekretin për baban e tij. Në mbrëmje Adriani u kthye në zyrë. Viktori ishte ende aty. Adriani vendosi dokumentet mbi tavolinë. Dua të di gjithçka. Viktori nuk u habit. Më fund, pse nëna ime më fsheu gjithë këtë? Sepse babai juaj e kërkoi. Dhe çfarë ishte amaneti i tij? Viktori hapi një dosje shumë të vjetër. Babai juaj kishte një kompani që sot do të vlente qindra miliona. Adriani u ngrit. Qindra? Por unë mendova se biznesi im ishte imi. Një pjesë është e juaja. Dhe pjesa tjetër? Viktori e pa në sy. Është e nënës suaj. Sepse ajo ishte partnerja e vërtet e babait tuaj. Adriani mbeti pa fjalë. Nëna ime? Ajo nuk ka punuar kurrë në kompani. Nuk ka punuar publikisht. Viktori i tregoi një dokument. Nëna juaj ishte personi që investoi paratë e para.
Adriani lexoi. Tani shumë gjëra filluan të lidhen. Shtëpia, pasuria, testamenti, avokati, por kishte ende një pyetje. Pse nuk ma tregoi kur? Viktori u përgjigj. Sepse kishte një arsye tjetër. Cila? Avokati heshti. Pastaj tha, babai juaj nuk vdish nga ajo që ju është thënë. Adriani ngriti kokën. Zemra i ndaloi për një çast. Çfarë? Vdekja e tij nuk ishte aksident. Dhoma u bë heshtur. Atëherë çfarë ishte? Viktori mbylli dosjen. Kjo është pjesa që nëna juaj ka dashur ta mbajë të fshet deri në ditën kur ju do të ishi gati. Gati për çfarë? Viktori e pa drejt në sy. Për të zbuluar kush e vrau baban tuaj. Adriani u ngrit ngadalë. Dhe pikërisht në atë moment, telefoni i tij ra. Një numër i panjohur. Ai u përgjigj. Alo? Asnjë përgjigje. Pastaj një zi ulet tha. Nëse do të dish të vërtetën për baban tënd, mos i beso avokatit. Telefonata u ndërpre. Adriani pa Viktorin. Viktori ishte bërë i zbet. Kush ishte? Avokati nuk foli, sepse në atë moment ai e kuptoi diçka. Dikush tjetër kishte filluar ta luante lojën, dhe ai dikush kishte qenë duke i vëzhguar prej kohësh. Adriani qëndroi pa lëvizur me telefonin ende në dorë. Zëri i panjohur vazhdonte të jehonte në mendje. Mos i beso avokatit. Ai ngriti syt drejt Viktorit. Kush ishte? Viktori nuk u përgjigj. Më thuaj të vërtetën. Avokati mori frymther. Një njeri që ka pritur shumë vite për këtë moment. Kush? Viktori hapi dosjen e vjetër dhe nxori një fotografi. Jes gjati Adrianit. Adriani e mori. Në fotografi ishte babai i tij, shumë vite më parë, pra një burr i tjetër. Adriani e njohu menjëherë. Ishte partneri i vjetër i babait të tij. Ky njeri. Por ai ka vdekur. Viktori tundi kokën. Kështu kemi menduar të gjithë. Adriani u ngrit. Çfarë po më thua? Ai është gjarë. Të nesërmen Adriani shkoi te shtëpia e Norës. Mira ishte në kopsht. Kur e pa nuk lëvizi. Adriani ju afrua ngadalë. Ëmi? Mira uli syt. Se erdhe? Për të kërkuar falje. Për çfarë? Adriani ul përballë saj. Për gjithçka. Mira nuk foli. Të nxora nga shtëpia ime. Të lash në shi. Të thash se nuk ishe më përgjegjësia ime. Mira ngriti syt. Dhe kjo ishte ajo që më dhembi më shumë. Adriani filloi të çante. Më fal. Mira e pa për disa sekonda. Pastaj u afrua dhe përshafoi. Adriani u shkërmosh në lot në krahët e saj, njësoj si kur ishte fëmijë. Më fal, mami. Mira i përkëdheli flokët. Unë të kam falur që para se të vije. Pse nuk më tregove për pasurinë? Sepse doja të dija nëse do të më doje edhe kur mendoje se nuk kisha asgjë. Adriani uli kokën. Dhe dështova. Po, tha Mira me butësi. Por një njeri nuk përcaktohet vetëm nga gabimi që bën. Përcaktohet nga ajo që bën pasi e kupton gabimin. Adriani e përshafoi përsëri. Disa ditë më vonë Viktori i thiri të di. Në tavolinë vendosi dokumentin e fundit. Babai juaj kishte lënë një amanet të qartë. Ai lexoi. Pasuria do t'i kaloj djalit tim vetëm nëse ai tregon se e kupton vlerën e familjes më shumë se vlerën e parave. Adriani e pa nënën. Pra gjithçka ishte një provë. Mira tundi kokën. Dhe çfarë ndodh tani? Viktori buzëqeshi. Pasuria është e juaja. Adriani heshti. Pastaj mori dokumentin. Nuk dua ta marr të gjithën. Mira e pa e habitur. Çfarë do të bësh? Gjysmën do ta vendos në një fond për njerëzit që nuk kanë ku të jetojnë. Viktori buzëqeshi. Babai juaj do të ishte krenar. Adriani mori dorën e nënës. Dhe shtëpia? Mira e pa. Cila? Shtëpia ku të përzura. Mira buzëqeshi. Ajo nuk është më shtëpia ime. Adriani u befasua. Sepse shtëpia nuk është vendi ku ke mure. Është vendi ku ndihesh i dashur. Adriani uli kokën. Atëherë dua të ndërtoj një shtëpi të re. Për kë? Ai buzëqeshi. Për ty. Disa muaj më vonë, në vendin ku dikur kishte qenë një ndërtesë e vjetër, u ndërtua një shtëpi e re, por pranë saj u ngrit edhe një qendër për të moshuarit që nuk kishin familje. Adriani e financoi gjithçka. Në hyrje vendosi një pllak të vogël. Aty shkruaj: Për nënën time, e cila më mësoi se njeriu mund të humbas gjithçka dhe përsëri të jetë i pasur, nëse ka dashuri. Mira e lexoi dhe buzëqeshi. Por historia nuk mbaroi këtu, sepse një mbrëmje ndërsa Adriani dhe Mira po darkonin së bashku, dikush trokiti në derë. Adriani u ngrit. Hapi. Përpara tij qëndronte një burr i moshuar. Adriani e pa për disa sekonda. Pastaj u prefryma. Ishte burri nga fotografia, partneri i babait të tij, njeriu që të gjithë mendonin se kishte vdekur. Burri nxori një zarf. Babait nuk më vrau mua, tha ai. Adriani nuk foli, por unë dikush e vrau atë. Mira u shfash pas Adrianit. Në momentin që pa burrin, fytyra ju zbeh. Burri uli kokën. Më fal, Mira. Adriani u kthye nga nëna. Ti je. Mira nuk u përgjigj, sepse e dinte se sekreti më i madh i familjes së tyre nuk ishte pasuria.
Ishte vërteta pra të natë kur babai i Adrianit vdiq. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ajo e kuptoi se nuk mund ta mbante më të fshehtë. Por tani Adriani nuk ishte më ideali që e kishte dëbuar. Ishte bërë buri që ajo kishte shpresuar gjithmonë të bëhej. Ai i mori dorën. Mami, çfarë do që të ketë ndodhur, këtë herë nuk do të përballesh vetëm me të. Mira e pa në sy, dhe buzëqeshi me lot në sy. Sepse ndonjëherë jeta të merr gjithçka vetëm për të të mësuar se çfarë ka vërtet vlerë. Paratë mund të blejnë një shtëpi, por vetëm dashuria mund ta bëjë atë shtëpi një familje.